Humbja e Serbisë nga Shqipëria ka shkaktuar tronditje të madhe në kampin serb, në ndeshjen e zhvilluar në Leskovec, ku Shqipëria triumfoi me rezultatin 1-0. Ekipi drejtuar nga Dragan Stojkovic posoi goditje të rëndë në rrugën drejt Kupës së Botës. Atmosfera në stadium ishte e tensionuar, ndërsa kombëtarja shqiptare arriti një fitore historike fal golit në sekondën e fundit të pjesës së parë nga Reimanaj, i cili ndezi entuziazmin e tifozëve kushezi dhe la në heshtje gjithë publikun vendas. Për Serbinë, kjo humbje përbën një nga momentet më të errëta të viteve të fundit, duke rrezikuar seriozisht shpresat për kualifikim. Pas ndeshjes, kapiteni serb Aleksandar Mitrović foli i zhgënjur për mediat, duke pranuar se ky ishte momenti më i rëndë në karrierën e tij. Ky është momenti më i vështirë në karrierën e ekipit kombëtar, një moment i vështirë, ditë të vështira për futbollin serb. Ndeshja ishte egër e vështirë, as pak e këndshme për të parë, e vështirë për të luajtur, pas një shans, posuam një gol nga koha shtesë, një humbje rënd dhe më shumë. Periudha më e vështirë në 13 vitet e mia në ekipin kombëtar ishte kjo. I kërkojmë ndjes kombit, popullit, që nuk arritëm të arrinim një rezultat të mirë, bëm më të mirën tonë. Ajo ishte dita, topi nuk donte të shkonte në port, nuk mundëm të krijonim raste, një atmosferë e tensionuar. Si ekip nuk luajtëm ndeshjen më të mirë, duhet ta kujtojmë këtë ndeshje pas 2 ose 3 vitesh, nuk varet nga ne, tha Mitrović.